Mirë, ne do të ndalemi pak të flasim për atë propozim që është bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi arritur të sigurojmë të paktën atë siç pretendohet në Ukrainë, planin e propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili ka 28 pika. Në pikën e parë thuhet se sovraniteti i Ukrainës do të konfirmohet. Do të arrihet në pikën e dytë një marrëveshje e plotë dhe gjithëpërfshirëse e mos agresionit mes Rusisë, Ukrainës dhe Europës. Të gjitha paqartësitë e 30 viteve të fundit do të konsiderohen të zgjidhura. Në pikën 3 thuhet se pritet që Rusia të mos pushtojë vende fqinjë të NATO-s dhe NATO të mos zgjerohet. Do të zhvillohet dialog mes Rusisë dhe NATO-s i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara për të zgjidhur të gjitha çështjet e sigurisë e për të krijuar kushte për shkallëzim dhe zhvillim global. Ukraina do të marrë garanci të besueshme sigurie. Madhësia e forcave të armatosura të Ukrainës do të kufizohet në 600.000 personel. Ukraina pranon të përfshirë në kushtetutë dhe se nuk do të antarësohet në NATO, dhe NATO pranon të përfshirë në statusin e saj një klauzol që Ukraina nuk do të pranohet në të ardhmen në NATO, thuhet në pikën 7 të saj. Në pikën 8 NATO pranon të mos vendos trupa në Ukrainë. Pika 9 thotë se avionet luftarake europian do të vendosen në Poloni. Në pikën 10 garancia amerikane theksohet se Shtetet e Bashkuara do të marrin kompensim për garancinë. Nëse Ukraina pushton Rusinë, humbet garancinë. Nëse Rusia pushton Ukrainën, përveç një reagimit të fortë ushtarak të koordinuar, të gjitha sanksionet do të rikthehen, njohja e territoreve të reja dhe të gjitha përfitimet e tjera të marrëveshjes do të anullohen. Nëse Ukraina lëshon raketa ndaj Moskës apo Shën Petersburgut për shkak të garancisë së sigurisë, bëhet e pavlefshme. Në pikën 11 theksohet se Ukraina ka të drejtë të antarësohet në Bashkimin Evropian dhe do të marrë akses të përkohshëm preferencial në tregun evropian. Në pikën 12, një paket globale e fuqishme për rindërtimin e Ukrainës që përfshin krijimin e fondit të zhvillimit të Ukrainës për investime në sektor me rritje të shpejtë, bashkëpunim SBA-Ukrainë për rindërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës së gazit, përpjekje të përbashkëta për riabilitimin e zonave të prekura nga lufta, zhvillim infrastrukture, nxjerrje mineralesh dhe burimesh natyrore, paketa të posaçme financiare nga Banka Botërore. Në pikën 13, Rusia do të reintegrohet në ekonominë globale. Hiqen sanksionet, do të diskutohet dhe miratohet me faza. Shtetet e Bashkuara do të nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi afatgjat në sektor të energjisë, burimeve natyrore, inteligjencës artificiale, qendrave të dhënave, metaleve të rralla në Arktike të tjerë. Rusia do të ftohet të rikthehet në G8. Pika 14 thotë se fondet e ngrira do të përdoren si vijon. $100 miliard fondet e ngrira ruse do të investohen në përpjekjet e drejtuara nga Shtetet e Bashkuara për rindërtimin e Ukrainës. Shtetet e Bashkuara do të marrin 50% të fitimeve. Europa do të shtojë $100 miliard për të rritur fondin e rindërtimit. Fondet e ngrira europiane do të zhbllokohen, pjesa tjetër e fondeve ruse do të investohen në një mekanizëm të përbashkët SBA-Rusi. Do të krijohet një grup i përbashkët pune SBA-Rusi për çështjet e sigurisë, thuhet në pikën 15. Në pikën 16, Rusia do të përfshijë në ligj politikat e mos agresionit ndaj Europës dhe Ukrainës. Në pikën 17, SBA dhe Rusi do të bien dakord për zgjatjen e traktateve të mospërhapjes bërthamore. Në pikën 18, Ukraina mbetet shtet jo bërthamor në përputhje me traktate ndërkombëtare. Në pikën 19, centrali bërthamor i Zaporizhjas do të vihet në funksion nën mbikëqyrjen e Agjencisë Mbrojtjes Atomike. Energjia ndahet 50-50 mes Rusisë dhe Ukrainës. Në pikën 20, të dyja vendet do të zbatojnë programe edukimi për tolerancën kulturore dhe gjuhësore. Ukraina pranon rregullat e Bashkimit Evropian për mbrojtjen e pakicave gjuhësore, hiqen masa diskriminuese, ideologjia naziste ndalohet. Në pikën 21, territoret Krimea, Luansku dhe Donjensku do të njihen de facto si ruse, përfshirë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Khersoni dhe Zaporizhja do të ngrihen përgjatë vijës së konfliktit, njohje de facto asaj vije. Rusia dorëzon territore të tjera jashtë 5 rajoneve të njohura. Forcat ukrainase të riqen nga pjesa e Donetskut që kontrollojnë. Ajo zonë bëhet zonë e demilitarizuar e njohur ndërkombëtarisht si territori i Federatës Ruse. Forcat ruse nuk hynë në zonë.
Në pikën 22, pas rënjes dakord për kufijnë, asnjëra palë nuk mund t'i ndryshojë me forcë. Garancitë e sigurisë nuk vlejnë nëse ka shkelje. Në pikën 23, Rusia nuk do të pengojë Ukrainën të përdorë lumin Dnjepër për tregti. Arrihet marrëveshje për transport të lirë të grurit në detin e Zi. Në pikën 24 krijohet një komitet humanitar për zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura, shkëmbim gjithëpërfshirësi të burgosurve dhe trupave, kthimi i civilëve dhe pengjeve përfshirë fëmijët, riintegrim familjar, lehtësimi i vuajtjeve të viktimave. Në pikën 25 Ukraina do të mbajë zgjedhje brenda 100 ditëve. Në pikën 26 të gjitha palët marrin amnisti të plot për veprime gjatë luftës dhe heqin dorë nga çdo pretendim i ardhshëm. Në pikën 27 theksohet se marrëveshja do të jetë juridikisht detyruese e monitoruar nga Këshilli i Paqes i kryesuar nga presidenti Donald Trump. Shkeljet do të sankcionohen. Në pikën 28, pas dakordimit të plot nga të gjitha palët, armëpushimi hyn në fuqi menjëherë me tërheqje në pikat e dakorduara. Është ky propozimi i publikuar nga një prej deputetëve të parlamentit të Ukrainës, i cili thuhet se i është dorëzuar tashmë palës ukrainase dhe pritet të diskutohet në ditët në vijim, siç ka bërë të ditur edhe Volodymyr Zelensky përmes një bisede telefonike me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump, por edhe me lider europian për të diskutuar rreth këtij propozimi të bërë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.